Ende dridhem, ende jam e emocionuar. Ishte një takim poetik mjaft i mrekullueshëm. Poezia në këtë rast nuk është vetëm tingull, por është edhe frym, është edhe kujtim, është edhe dritë që kalon nga zemra në zemër. Të them të drejtën, më befasoi serioziteti i organizatorëve të këtij takimi, dhe jo vetëm kaq, por edhe poetë nga treva të tjera. Por fati e deshi që çmimin e parë ka marrë qyteti i ngjitur me ju, qyteti i Fierit, dhe unë përfaqësova një pjesës, një emocion të përditshmërisë të gjithë ne prindërve që i kemi fëmijët larg dhe i takojmë kaq rrallë, dhe në ato momente përjetojmë vetëm pika lumturie, pikza lumturie. Tranziti i zemrës ishte poezia ime dhe ishte një takim real midis meje dhe vajzës në Madrid. Ai malli i nënës dhe i vajzës u mundova që ta jep në vargje. Juria më vlerësoi me çmimin e parë, megjithëse dua të them që unë dëgjova mjaft poezi të mrekullueshme të vjetra poetëve, jo vetëm lushnjar, por edhe nga Durrësi dhe nga Kosova, nga treva të tjera, të cilat më pëlqyen jashtëmase dhe i vlerësoj për cilësinë e lartë të tyre. Por çmimi i parë është vetëm një, dhe nuk e di, juria ma besoi mua. Unë do përpiqem që ngjyrat në telajet e shpirtit të mos më zbehen kurrë. Bota ime të jetë një botë fëmije, e pastër dhe plot ngjyra. Kaq.